Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto experience. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Se vini në mendoje një herë, Kedi. Vërtita shumë? Vërtita, goxha. Sa mirë që je ti i qeti këtu. Mi të shpove veshët. Regjia, lutem. Ja, ula pak zërin me mbrëma, mirë se keni ardhur në mendoje një herë. Isha shumë entuziaste. Ndoshta se më pëlqen shumë tema për cilën do flasim sot. Që është familja. Familja. Unë e dua shumë familjen. Po ama me çfarë po ndodh në kohët e sotme, më duket sikur po e kap një krizë dhe po degradon pak, ose mund të ketë disa forca të jashtme nga ato që pretendon ti që janë gjithmonë ata lart, që kanë këto agjendat e tyre për të shkatruar familjen, po duket sikur edhe brezi jon, edhe të rinjt gjithmonë më shumë po evolojnë këtë proces të njerëzit për të gjetur një partner, për të krijuar një familje me të, për t'u përkushtuar dhe për të investuar aty, se di çfarë mendon. Dhe për të bërë ca beba. Beba. Sigurisht që ka programe që po ndiqen. Sipas me gjëja parë herë që është më e qartë dhe kam përshtypjen se ai studim nuk do bëhet kurrë. Është thjesht e lidhur me sistemet financiare me inflacionin. Aty ku ka inflacion, aty ku njerëzit vujnë psikologjikisht, martohen 30 vjeç dhe jo 20. Edhe bëjnë bebin 35 dhe jo 25. Nuk kemi lekë që të krijojmë familje, po thua. Kaq e thjeshtë. Varet nga parat. Kaq që thjesht është dhe shumë e thjesht gjithashtu ta vërtetosh që ne thjesht ndjekim çana thon me bë, ato njerëzit që thotë aty lart, janë thjesht propaganda dhe ne thjesht i ndjekim gjatë gjithë kohës. Shembulli perfekt është Shqipëria, në cilën jemi 30 vite më parë ishte Enver Hoxha këtu, ose 35 temi vite më parë, ai promovonte martohuni të ri edhe gjeni familje dhe bëni shumë beba të bukur. Edhe njerëzit thjesht atë bën. Kështu i thoshte bëni beba shumë të bukur, nëse bebi nuk dilte i bukur çfarë ndodhte pastaj? Janë beba shqiptar do dalin të bukur automatikisht. Humori wow. Janë beba shqiptar do dalin të bukur automatikisht. Thjesht thelbi është që këtë shtynt ai. Donte që familja aty ishte e madhe të zgjeroj. Nga 800.000 banor në 3 milionë gjys banor gjatë kohës tij. Thjesht funksionoi. Ne ndoqëm atë që na tha, edhe pastaj sot tek kësaj dite ne po na thuhet ana sjellta, po na flitet nëpër filma për tradhti, për identitetet të tjera dhe ne thjesht e ecëm me atë që na thon. Tash po na thon mos bëni beba, nuk po bëjmë. Edhe qëndron edhe nuk qëndron sepse nëpër qytete nuk është se bënin ai shumë fëmijë. Nëpër fshatra ku ishte edhe nevoja për të punuar ndoshta më shumë, kooperativa bënte cajen dhe ndoshta mund të ketë qenë një lloj influence, ose fakti që nuk kanë patur masa mbrojtëse. Po. Mund të jetë. Dakor. Po nuk ka rëndësi arsyeja për çfarë ose s'kishin ç'bënin. Po. Nuk kishin drita. Ç'të të bënin? Nuk kishin drita. Televizor s'kishin, Netflix nuk kishin. Thelbi nuk ka rëndësi për çfarë po e shtyen Enver Hoxha atë që të bëni më shumë fëmijë. Ai punëtor më tepër donte, kaq që thjesht është domethënë, por nuk ka rëndësi ajo. Rëndësi ka që ne thjesht bëjmë atë që na thon. Po pse nuk duhen sot punëtor për shembull? Pse s'mund të vazhdoj kjo politikë? Sot në shtetin ku jetojmë ne është politika komplet ndryshe. Shteti na urrën, shteti do që të largohemi nga këtu, atë ja japim tokën dikujt tjetër. Kjo është arsye pse ka inflacion. Nëse e mendoni siç e mendoj unë, domethënë nuk vjen natyralisht ajo fakti që është bë shtëpia nga 50.000 euro 300.000 euro. Është bë që mos ta bleni dot atë largoheni nga këtu, se ky është plani. Po prap shiten ato shtëpi. Shiten ndaj të huajve, shiten ndaj turistëve që vinë këtu, ndaj shqiptarëve. Po bëjnë më shumë fëmijë atë? Shpresoj që jo. Ku mbetet Shqipëria jonë e mirë. Ka shumë faktorë që në bëjnë këtë gjë. Domethënë nga ana e femrave dhe nga ana e meshkujve. Shumë kohë më parë, domethënë 30-40 vite më parë, ka nis ose është përndar në masë kjo lëvizja feministe. Nuk do flas keq për të, do flas më shumë keq për anën tonë, anën e meshkujve. U kriju ana maskiliste 5 vite më parë, le të themi, përmes imazhit të Andrew Tate. Duhet të kesh ngjuar për Andrew Tate? Që u bë shumë shpejt i idhulli gjithë meshkujve, gjithë çunave 15 vjeçar. Nuk dua të flas për të. Po. Është thjesht një program, është thjesht një person si Supermani që e ndërtojnë aty mashkulli perfekt dhe duhet të ndiqni imazhin e tij. Dikur 50 vite më parë kur funksiononte ku ishte piku i konceptit familjes, dhe ishte koha e artë për familjen, nuk mësoheshin meshkujt si të jenë macho, edhe si të kapin sa më tej për femrat jetë mundur, mësoheshin si të jenë gentlemana. Kishte nga këto poezitë që bëheshin më fisnike, që i drejtoheshin asaj ose ndjekja. Dëgjoj, çunat atëherë shkonin edhe në ushtri, shkonin edhe në luftë, edhe distanca bënte të vetën, edhe ndoshta kjo e zhvillonte edhe jepte një dorë, edhe romanticitetin, romantizmin edhe dashurinë. Ndërsa sot dashuria është vetëm me një klik. Po.
me një emoji. Teknologjia nuk ndihmon fare. Dhe nëse nuk ta kthen ajo tjetra. Nëse ndon ti kthen atë kjo tjetra, nëse ndon ti kthen atë e vjetra. Ti e di këtë këngën. Po pse më lek kështu burr? Po mendoja që okay. Nuk ndihmon domethënë. Do të gjërat janë bërë shumë të thjeshta, edhe Brezion po abuzon pak me këtë, edhe nuk di të jetë normale, edhe nuk e di çfarë është dashuria, dhe ndoshta nuk e ka përjetuar dashurinë, dhe ndoshta ka edhe një mungesë të besimit që ti mund ta duash një njerëz edhe të krijosh familje me të. Ka mungesë besimit, po kjo vjen thjesht nga propaganda, dhe asgjë më tepër. Edhe nëse vjen nga eksperiencat personale, nuk futen të gjithë meshkujt dhe të gjithë femrat në një thes, se ta bëni të keqen dikush nuk do të thonë se ta bën prap dikush tjetër. Futen në thas të ndryshëm sot. Futen në thas të ndryshëm. Nuk janë të gjithë njësoj, edhe pse mendoni se do jenë të gjithë njësoj, por që ta garantoj që vjen nga propaganda. Domethënë njësoj si ka ca mendime që nuk do i kishen mendje fare, si për shembull që mund të bëj diçka të keqe taksisti. Nëse nuk të shkon mendja dhe e shef në një film pa pritur kjo të vjen gjë për taksimetrin gjithmonë. Diçka të keqe. Patjetër janë si grabitje, domethënë me të rëmby taksisti. Nga këtu 5000 lekë. Okej. Thelbi është që ka ca mendime që nuk të vinë në mendje. Edhe në filma, shifet kjo, në filmat kanë qenë më romantik, tash janë rreth tradhtisë, rreth të drejtave të grupeve të ndryshme, nuk flitet kur për drejtën e totalit, sepse nuk duan që të jeni të barabartë, të jeni në balancë. E drejta totalit është familja tradicionale. Do të thënë ti beson te familja tradicionale. Absolutisht. Njeriu vetëm kështu duhet funksionojë. Njeriu kështu funksionon dhe kjo është arsye pse jemi të zgjuar tash. Domethënë se jemi më të zgjuar se kafshët e tjera, nëse doni të besoni evolucionin. Ka me dhënë një rast ka rosat janë shumë të hapura, mendje hapura, nuk kanë familje, thjesht e bëjnë me këtë dali parë, me gjithë rosat dhe rosakat, thjesht bëjnë një kështu bashkësi të madhe, siç duan me i bë dhe njerëzit. Mielma, që është e njëjta kafshë, domethënë është e njëjta gjë që jeton prapë në përlumej, ushqehet me të njëjtin pesh, janë monogam. Rrin një mielm me një mielmë. Edhe zakonisht nëse vdes njëri, tjetri ikën nga depresioni. Dhe nuk gjejnë kurrë partner tjetër. Ka kafshë që kanë monogamin në shpirt. Tash atyre kafshëve, si për shembull mielmës, kanë të lindur. Që duan vetëm një kafshë tjetër për jetë. Ne mund të themi se na mësoi feja, na mësoi Bibla për shembull, ose besime të tjera fetare, kafshëve si mielma nuk ja ka mësuar Bibla, është diçka që e kanë vetëm në shpirt. Edhe njeriu pranë u bë zgjut, sepse është ndjenjë kafshërore, është ndjenja seksuale është njësoj si pirja e ujit, është diçka që duhet ta bësh nga një herë, se ta kërkon trupi. Është thjesht kafshërore, e bëjnë gjitha kafshët. Me fokusu gjithë shoqërinë tonë rreth seksit, siç e fokusojmë sot kësaj dite, është njësoj si me fokusu drejt picës ose ujit. Këtë kemi bërë, është e njëjta gjë. Kafshët ndërzehen, njerëzit janë monogam. Kjo është arsye pse u bëm më të zgjut përtej ndjenjës seksuale. Gjej një partner dhe kalo përtej kësaj, mendo për gjëra të tjera, zhvillohu, mendo më tepër, mos rri gjatë gjithë kohës duke menduar me ka do bëj seks herën tjetër. Është kafshërore, kafshët ndërzehen. Na futet frikën tani. Gjysma e meshkujve me një moment. Pa dhe një gjysma femrave sot kësaj dite. Duhet të rrim brenda në shtëpi domethënë. Që nga keq puna. Ideja është që çfarë shoh unë edhe çfarë kuptoj unë momentalisht është thjesht perceptimi im dhe gjykimi im që në Shqipëri familja shitet si vlerë supreme. Ne e duam familjen, e mbrojmë familjen të paktën nëpër komente në Facebook edhe në Instagram. Ama ka një hipokrizi shumë të madhe kur vjen puna te dashuria dhe te besnikëria, se tradhtit më të shpeshta ngadalen. Do thosh nga meshkujt janë më tepër dhe ne kemi normalizuar dhe kemi pranuar këtë gjë. Pra ka një rregull të pashkruar që tradhtia mashkullit i falet. Jo, nuk jam dakord unë, domethënë personalisht është gabim që po e normalizojmë këtë gjë, nuk ka funksionon njësoj në të dyja rastet. Tradhtia ndodh për arsye të ndryshme. Mashkulli është çik më tepër kafsh, domethënë mashkulli thjesht shef. Është goxha kafsh, po. Është kafsh, femrat tradhton për arsye të tjera, është më duhet të jetë më e ndier, duhet ta në fakt besoj unë, domethënë duhet ta urrej mashkullin që kanë krah për ta bërë atë gjë. Por i njëjti gabim është, nuk është se jeni të bekuar, domethënë nuk meritoni ta bëni këtë gjë. Okej, dakor. Meqense je dakord me mua. Ç'lidhje ka kjo me inflacionin që përmendë? Inflacioni i shtyn njerëzit martohen më vonë, mendojnë për gjëra të tjera. Inflacioni shifet kudo që ka ndodhur, njerëzit janë shtyr drejt perversionit dhe drejt prostitucionit. Tani, është lidhur ecën dorë për dorë bashkë. Ose ne si shoqëri jemi emancipuar shumë edhe po shijojmë atë lirinë tonë ose e kemi keq kuptuar lirinë dhe po japim prioritet ndjenjave kafshërore siç thua ti dhe mendja është vetëm të kryejë marrëdhënie seksuale dhe e vonojmë si proces, ose jeta është bërë shumë e vështirë dhe e shtrenjtë saqë njeriu nuk e ka ekonominë për të patur një partner dhe për të ndërtuar një familje. Po janë të dyja njëkohësisht. Pse janë të dyja njëkohësisht? Atë e di ti? Po më po të pyes. Po ti më thoj nuk mund të jenë të janë të dyja. Po i het poshtë tani ose ja vë faj njeriu që
që ka çmendur edhe nuk di ç'bën edhe do vetëm të kënaqet seksualisht, ose është sistemi i tillë që pas ka bërë politika kaq të ashpra sa që ti nuk blen dot asnjë shtëpi edhe vin tuaj ta blejnë, me këtë që po thonë po të përsëris ty, dhe thua, okay. Unë thjesht po shijoj këto lekët që kam në xhep nga rroga që marr, ama unë nuk kam mendere që të mbaj dhe dikë tjetër apo të mbaj trashëgimtarët e mi, të krijoj familje pra. Prap shkojmë te familja. Kjo është një sulm, domethënë çështja e inflacionit është një sulm që i bëhet një shteti. Domethënë është një sulm kur do ta depopullosh atë shtet. Supozohet bëjmë më tepër se 2 fëmijë që të vazhdoj raca jonë. Shqiptarët po bëjnë 0.8 ose 0.9 fëmijë për familje, domethënë në një mënyrë mesatare. Ky është një sulm që po bëhet. Por perversiteti është gjë tjetër. Domethënë perversiteti shtyhet dhe bëhet normale. Njësoj si dikur visheshin, le të themi ka një balancë, gjithmonë ka një balancë, një ekuilibër, nuk duhet të kalojmë vetëm se është gabim ana e majt, duhet të kalojmë tash komplet në anën e djathtë, si ishte gabim e majta. E djathta është gabim gjithashtu. Ti po thuaj që mund të ketë edhe një zgjidhje. Shikoj. Mos ndoshta ti beson që ne duhet të kthejmë shkestin. Absolutisht. Si do na ndihmonte? Është e njëjta gjë me atë që po flisnim, domethënë, vetëm se është gabim ana e majt, nuk duhet të shkojmë komplet në anën e djathtë. Shkuesia dikur funksiononte që duhet ta japim gocën me zor. Shkonte babi i gocës i thotë, ose babi i çunit i thotë, mu më lindi çun kur t'ju lindi vajz ju e kam unë për çunin tim, po. Fati i vajzës vendosej para se me lind. Ajo është gabim, është komplet gabim, është ideologji e vjetër, por mos ekzistenca fare e një shkuesi në mes që bën lidhjen e çiftit, po jo gjithmonë ka qenë në këtë formë. Singellitet. Mund të ketë qenë dikush që ishte ndar, dikush që kishte humbur një partner dhe ishte i vetë dhe doni që krijonte familje, më tej, kishte një raport. Dakor, ato mund të them që kanë qenë raste të dura. Nëse pyetet personi, domethënë nëse nuk e jepni me zor vajzën, ajo është pjesa e gabuar. Si do na ndihmonte shkuesia sot? Ka shumë njerëz single, ka shumë, domethënë e kam personale këtë njerëz shumë që janë single, siç po thoya, domethënë shoqëria ime, që jam i sigurt që ekziston një gocë për secilin nga ato, por që janë në shtëpi, nuk e ku ata takon për momentin, se nuk ekziston më shkuesia ashtu si duhet. Po do del pas dita. Po do dali, po si me shku me ndjek, si dikur. Ka Instagram, ka Facebook. Tash ta akuzojnë për ngacmim seksual, po ndoj. Ka rrjete sociale më. Ekzistonte domethënë në mënyrë ekstreme, të jepte me zor babi, tashi u zhduk komplet sepse qen ka gabuar, hajta zhdukim komplet. Ekziston balanca, ekuilibri në çdo gjë. Që njeriu e vendos vet, ti mund ta zgjedhësh vetë një person që e pëlqen. Po nëse ke nëse ke i shoqe për një nga çunet e mi, hajt ti vëm bashk ose domethënë i vën në kafe bashk, nëse njihni domethënë një çun që është single dhe i gocë që është single, që ankohen gjatë gjithë kohës që jam single. Vej në kafe. Bëu ti shkuesi, vej në kafe. Duket se kam i shoqe. Bëj sikur të ra telefoni, më duhet me ik, tash se kam probleme, më duhet me ik, lej vetëm rastësisht në kafe. Edhe kjo shkuesi quhet, po mos e deturo më marto, tash i ke bën nder të dyve. Kalojmë në reklama, shkëputemi pak, se vjen edhe i ftuari dhe tregoj atë shoqen. Mirë? Fix fare. Okej, hajde. Në Electromagic do të gjeni brandet më premium. Shkoni dhe provoni nga afër cilësinë e tyre, markat më të njohura për elektroshtëpiaket, të cilat janë tepër cilësore dhe praktike. Miele, KitchenAid, Teka, Hagen, përjetoni eksperiencën vetëm me Electromagic. Eurocall Service, kompania lider e gjeneratorëve në Shqipëri, të pranishëm në shkolla, fabrika, spitale dhe shtëpi, ata garantojnë energji kudo që jeni. Prej 35 vitesh, Eurocall Service sjell siguri, besueshmëri dhe energji që nuk ndalet. Faleminderit që na mbështesni. Faleminderit Klinika Europiane e Syrit që mbështet me ndë një herë me në krye doktor Kastriot Boricin për çdo problematikë që mund të keni me shikimin tuaj apo ndërhyrje të specializuara të cilat ju nevojiten, ne ju sugjerojmë Klinikën Europiane të Syrit. Lehtësisht e gjeni pranë komunës së Parisit. Faleminderit. Me Simac Albania keni akses në makineri industriale të avancuar për proponimin e drurit, metalit, plastikës dhe materialeve moderne. Teknologji italiane nga lider europian. Cilësi, instalim, asistencë dhe mbështetje e plot. Mos puno me limite, investon në performancë. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Smart Home Albania sjell teknologjinë që ja bën jetën më të lehtë. Jetoni më zgjuar, bëni zgjedhjen tuaj me Smart Home Albania. Rikthehemi në studio. Tema është mjaft interesante dhe ka shkaktuar debat që në fillim të programit me Kedin dhe sugjerimet e tij se si duhet të jetë familja sot dhe se si po shkatrohet ajo edhe për fat të feminizmit dhe disa kritere që duhen zbatuar, por me sa duket ne njerëzit nuk na pëlqen të jetojmë sipas rregullave. Ç'mendoni ftuari jon për këtë temë? I themi mirëmbrëma Albatros Rexhet, kënaqësi që të kemi në studio. Faleminderit shumë, kënaqësi është ime. Andan të njëjtin mendim me Kedin që familja shqiptare po shkon drejt shkatrimit? Jo, familja shqiptare, si çdo familje tjetër moderne, po ballafaqohet me sfidat e jetës moderne, ku njeriu bashkëkohor dhe kur flas me një bashkëkohor menoj me brezin e juaj,
po bëhet më introvert. Në aktimi social po bëhen më introvert. Edhe e përqafojnë modelin e komunikimit që kam qenë në Akademi të Arteve, profesori thoshte kronki, do të thonë është dy viza. Njeriu ti nuk mund ta reduktosh në dy viza, edhe nuk mund ta reduktosh njeriu në pak fjalë. Që do të thotë 1 + 1 nuk bën 1. Për shembull sot njerëzit komunikimin që e kanë në rrjetet sociale edhe që e kanë nëpërmjet mjeteve që sot jep teknologjia, mendojnë që kjo realisht është një reflektim i mënyrës se si duhet komunikojë njeriu. Tash ti përdesë në rrjetet sociale ke sin, ke zero-ni, gjithçka aty është zero-ni, ajo analogja. Edhe tash mendojmë që edhe raportet njerëzore janë zero-ni. Njeriu ekziston në atë hapësirën që është mes zeros dhe ni. Njeriu është në hapësirën mes zero dhe ni. Kështu që brezi juaj Pse është më introvert? Kjo është sepse e ka zhdu këtë hapësirën mes zero dhe ni, ku njeriu është, ke parasysh. Ku njeriu është më tepër se sa që njeriu është më tepër se fjalat që thot, është më tepër se ajo që shpreh. Unë nuk mendoj që e ka zhdukur. Unë mendoj që njeriu sot po eksperimenton më shumë edhe është më ekstrovert ndoshta edhe se ç'duhet, prandaj nuk i pëlqen të jetojë brenda këtyre parimeve dhe këtij morale që ka ngritur shoqëria jonë. Nuk ka të bëjë ajo. Sepse që do të thotë, sot është më lehtë të gjesh një partner, edhe të tradhtosh ndërkohë që mund të kesh edhe një raport serioz, të kamufluar. Kështu që prandaj rrjedhi mish dhe familja shkon në krizë dhe nuk respektohet. Nuk ka të gjë, familja është gjithmonë është ballafaqur me këto gjëra që ti flet. Gjithmonë kanë ekzistuar këto. Dhe vetëm në kohën moderne pak që gjërat kanë ndryshuar më tepër, sepse martesa për familjet e pasura ka qenë politik, ka qenë marrëveshje caktuara, edhe ka qenë krejt normale që njëri i pasur të ruaj pasurinë e tij në formë ose të ketë një partner zyrtar nga një familje tjetër dhe përndeshin brenda gjakut. Edhe se pastaj secili ka pas jetën e vet shturur, domethënë si ka dashur. Disa familjet e varfra, martesën e kanë pas si një mekanizëm në cilin e kanë vazhdu llojin, kanë kriju punëtor, ushtarë të tjera. Vetëm në kohën moderne janë fut tash këto gjëra tjera. Dhe kështu që këto kriza kanë ekzistuar dhe kanë me ekzistu. Po ajo çfarë po ndodh tani është që njeriu komunikon më pak. Edhe kjo mungesë e komunikimit, për shembull tash ju brezin e ju bën që ju shpikni justifikime. Unë nuk dua të bëj fëmijë se nuk di ku do e rri, si ne kanë rrit neve prindrit. Këto janë justifikime për shkak të mungesës komunikimit? Kush s'ka qenë gati me pas fëmijë asnjëherë, domosdoshmë si ne kanë rrit prindrit neve, i kanë pas ka 4, 5, 6, 7, domethënë e rrit Zoti kanë thënë. Dërsa tash brezi juaj gjen justifikime jo filozofike, jo, domethënë kushtet ekonomike, jo pasiguria. Domethënë këto janë krejt. Po edhe po na godasin me inflacion. Edhe këto janë, ne në Kosovë kemi si shpreh, këto janë filma, domethënë këto janë filma. Thjesht janë filma, justifikime sepse brezi juaj i shmanget përgjithësisë për mu ballafaqu. Domethënë jeni shumë më flasim me mesazhe. Thjesht filozofoni. Për shkak konvenca, do nisë konvenca, kjo anegdot. Life is simple, like done, vazhdon, ec. Kap kryn. Domethënë e punon pap hec, nuk ka të justifikime. Pse nuk e ti fëmijë sot? Kush ta ti që s'kam unë? Ku e din ti që s'kam? Ma kam as kam. Ku e din ti? Çka din domethënë? That is ne po flasim ne këtu për çka zbatoj unë, çka nuk zbaton ai tjetri. Ne nuk po flasim ne për atë. Ne po themi për gjën që brezi im përgjithësi, tash unë nuk jam gjallë i ri, brezi im përgjithësi, ne jemi rrit dhe brezi i prindërve tu, për shembull jemi rrit ndryshe. Edhe jemi rrit ndryshe. Edhe ne, domethënë, e kemi konceptuar jetën si një jetë e ashpër, edhe ti jeta është gjithmonë e ashpër. Edhe ti në jetë duhet ballafaqohesh, edhe ti në jetë duhet sfidohesh. Brezi juaj i reziston sfidës. Do këtu është dallimi.
Don përderisa një kohë, për shembull në vitet e 90-ta, dikush në moshën 25 vjeçare tashmë i ka pas ndoshta 2 fëmijë. Edhe në moshën 30 vjeçare, 25 vjeçare ndoshta i ka marrë 3 familje. Për shembull, ju sot brezi juaj i menoni gjërat po mirë, dakor. Po s'kam. Ti nuk e mendon që jeta është bërë më e vështirë krahasimisht nga brezi prindërve tan tek brezi jon. Jo, brezi është jeta është shumë më e lehtë. Ti nuk e din çka do të thonë, ti nuk e din çka do të thonë më rrit pa pas me hangër. Ti nuk e din çka do të thonë më rrit pa pas çka me hangër. Edhe ti nuk e din çka do të thonë më rrit kur ty të mungojnë gjonat elementare. Ti nuk e di çka do të thonë më rrit kur ti del në rrugë edhe sistemi i asaj kohë ty të sfidon tras në aspekt social. Ti nuk e di ç'është. Ndoshta dhe ditën nuk duhesh ta përjetojë fëmia ime. Këtë e di më shumë se kur sot. Not really. Jam i sigurt që Not really. Ti sot ke mundësi nëse ti don me kriju, ti sot ke mundësi. Brezi prindërve tu, edhe pse ka dash se ka pas mundësinë me bë atë gjë. S'ka pas mundësinë me bë. Edhe pse ka dash me punu, s'ka pas mundësi me punu. Edhe nëse ka edhe nëse ka me shtëpinë që merr Jo, absolutisht. Shtëpia është për smar falas. Një punë e gjen të kushdo, një person mos e merr ti regjimin e Enver Hoxhës, ti mos e merr si model. Mos e merr si model, sepse ajo vitet e 90-ta janë modeli. Vitet e 90-ta janë modeli. Edhe vitet e 80-ta kur ka kolapsuar janë modeli. Do të zgjuar. Atëherë aty filloi të kërcënoi familja, edhe në përmasa. Edhe në vitet 90, atëherë bote shtëpia bie fjalë më të marr një shembull, bote shtëpia 30.000 euro sot bën 300.000 euro. Kush ka mujt me vlerë shtëpi më bë? Ti s'ke pas lek çka më bë ato. Domethënë nëse ke punu si zilzak tër ditën, ajo punë s'ka pas vlerë. E kuptova atë gjë. Edhe nëse ke punu tër ditën, ajo punë nuk ka pas vlerë. Sot ti nëse don me punu, ti mundesh me punu edhe krijon. Na për të arsye brezi juaj sot punë shumica punë sot kërka brezi. Absolutisht kërka sini. Shumica e punëve sot marrin vetëm mjaftueshëm me shty deri në fund të muajit. Një dasëm sot e ka me brezin, një shembull. Një dasëm sot është standardi i mënyrës se si i bëjmë gjërat, është 20.000 euro mas 100.000 euro. Gjithmonë martohen fare këtu. Gjithmonë shqiptarët kanë harxhu për këto gjëra të tilla. Shqiptarët gjithmonë kanë harxhu. Gjithmonë kanë harxhu çka kanë pas për atë punë. Për atë kohë ka harxhu gjithçka që ka pas. Ka harxhu 6 dele. Ka harxhu 6 dele dhe 4 kg raki dhe bën. Po të gjitha i ka pas ato. Ato kanë qenë gjithë bota ti. Secila kohë matet me vlerat e veta. Si matet koha sot? Si jetojnë njerëzit sot? Cilat janë vështirësitë e brezit tonë? Sot ka pak punë mundësi. Ti sot për shembull, brezi jon kur jemi rrit, ti edhe brezi prindërve të juaj mund të bysni, edhe nëse ke pas lek, s'ke pas çka me ble. Sot domethënë ti nëse ke mundësi të punosh, bësh lek, edhe të blesh, edhe të bësh, e kupton? Për të arritur. Mund të argumentohet që është jetë më e lumtur se është jetë më e thjeshtë. Nuk është më e thjeshtë. You are spoiled brats. Komplet, you are spoiled. You jeni të llastuar. Komplet llastuar jeni. Filozof jeni. Vjen nga brezi prindërve tanë. Ju kujdesin në këtë formë për ne. Absolutisht, sepse kanë menduar që ju nuk duhet të urrit. Ky ka qenë gabimi, sepse kanë menduar që ju nuk duhet me urrit, sikur që janë rrit ata. Edhe kjo ide mi ju mbrojt nga varësia jetës, ju ka kthy juve në të llastuar. Jo jeni të llastuar, absolutisht. Sepse për shembull, sepse ju pa lënë në jetë, domethënë thjesht, hajde figure it out në jetë, thjesht figure it out. Edhe do ishte sot ndryshe. Ishte më thjesht me bë figure out nëse një person me profesion berber merr të njëjtën rrogë me një profesion. Sot berberi merr më shumë lek si një profesor universiteti. Absolutisht është ajo. Dhe të rinjtë po bëjnë nga 2-3 punë më shumë se ç'kan bërë prindrit tanë, që rehatoheshin me një punë edhe gjenin kohën edhe për të rritur fëmijët edhe për të bërë një jetë normale. Ka qenë kohë tjetër. Po me këtë mendsi dhe logjikë që thua ti duhet kishe 11 fëmijë sot. Ti duhet kishe 11 fëmijë sot. Po ku e din mor ti çka qysh tek bar mor ti ku e din like dëgjoj kjo që e kit domethënë çka dëgjoj ta kesh qarta. Nuk dëgjoj kuptoj gjë sepse dëgjoj kjo pjesa që thu ti domethënë po ti nuk është
kjo ideja tash me bë Albatrosin personazh. Mua më vjen keq vetëm sulmohet Brezi, jo. Si pa, si përkëdhelur. Nuk po them i pa. Jo jeni shumë të ditur, keni informacion shumë më tepër se prindrit tuaj, keni mundësi shumë më tepër, domethënë se por çka doni me bë? Vi që s'pas ka mundësi. Se nuk ka opsion, s'pas ka mundësi. Po nuk doni. Po tash edhe me pas tonë mundësi, edhe me nuk doni, nuk kena mundësi. Po nuk doni. Nuk kena mundësi. Nuk doni. Jo, se ju ka faj sistemi. Ju ka vaj sistemi duhet kujdes, figure it out njëri, jeta nuk të përkthel, bëje, ndërto, se janë bën njerëzit suksesshëm të prit sistemi mi bë. Një sekond. Come on, figure it out. Një sekond. Njerëzit na bëj krahasim mes brezave, arsye kryesore ju garantoj, edhe sot kësaj dite, pse nuk martohen dhe pse nuk ndërtojnë familje, pse nuk bëjnë fëmijë më herët, është thjesht për arsye monetare, sepse kushton shtëpia me 1 zero më tepër dhe dasma kushton me 3 zero më tepër. Neve kur na kanë rrit prindrit që na kanë rrit me një kotec. Për shembull, që na kanë rrit me idenë që s'ke ditë çka kemë hangër në mëngjes? Dakor. Po tash se ti nuk e ke tash avokado tostin aty edhe lëngun e shtrydhur. Do kjo në vendet perëndimore kjo që thua ti, të rikthehemi pas në kohë. Do kjo në vendet perëndimore, a duhet të ndodhi kjo në një vend që në vendet perëndimore Shkoti në Amerikë, sot jeta nuk, domethënë nëse ti nuk je i zoti vetvetes, ty të shkelin. Ku jemi ne me Amerikën? Edhe në perëndim, shkon në Francë, shkon në Gjermani, nëse nuk shkon të shkelin, ti duhet të angazhosh ju, brezi ju i shqiptarëve sot, edhe në përgjithësi në rajon flasim, se nuk është ky fenomen vetëm i shqiptarëve, e ke edhe në rajon spoiled brats. E ke parasysh spoiled brats, marrë ky mohabet, last word. Ajo që është shqetësuese për mua sot, dhe tash kjo rrafsh është përgjithësi raca e bardhë, është duke shku në këto ritme do shkoj drejt zhdukjes. Po. Raca e bardhë. Dhe jemi bërë shumë filozofë si raca e bardhë dhe kemi hek dorë nga obligimi biologjik për me vazhdu lloj. Jemi gjithë përkëdhelur domethënë. Edhe mendoj që nëse vazhdohet në këto ritme për një shekull 2, raca e bardhë o do jetë pakic, o do zhduket tërësisht. Dhe do vim në një pozitë për 2-3 dekada që ti nuk do kesh njerëz për të mbush administratën, pikat e nevojshme të shtetit, do kemi një sistem i cili nuk do mund më t'i mbajt më shuari, sepse do ketë më tepër pensionista se sa njerëz që punojnë dhe kontribojnë në sistem. Kështu që unë mendoj që duhet jemi në një fazë. Në rang global thuaj gjitha kjo. Rang global është. Edhe unë mendoj që duhet njeriu tash ne si flas konvi shqiptar të heqim dorë për këtyre diskutimeve jo morale, jo kjo në klina, njerëz si doni tek doni ndiq bëni fëmijë. Kuptimin domethënë që duhet mu vazhdo lloji. Edhe sepse raca e bardhë është në rrezik. Raca e bardhë është në rrezik, edhe është bë peng i vetvetes. Po ky është perceptimi yt apo? Është fakt atë. Po e shef që dolën prap aty ku po thoshim më që a nuk mendon se i ka imponu dikush me shku drejt. Është tash kjo është 8% e botës. Ne bëm një bisedë pasionante në fillim edhe mendoj që shikuesit tonë ata që ndjekin duhet ta kuptojnë atë energjinë në shkëmbimin që ne e patëm, po problemi është real edhe tash por analiza nuk i del në fund asun as ti, sepse ky diskutim po bëhet në krejt botën. Nuk është i lokalizuar vetëm në Tiranë, në Shqipëri apo në Kosovë. Është diskutim global në krejt botën. Është krizë globale. Është krizë globale te raca e bardhë. Flasim te raca e bardhë, edhe te raca e verdhë ke te japonezë. Që po i bëhet jeta më e vështirë që ti bëj. Jo, ka një analizë e cila thotë se nëse te raca e bardhë ky fenomen, edhe te japonezët, të cilët dallohen te raca e verdhë si vendi me standarde më të lartë, thonë që është produkt i dembelisë, i përtacisë, të çikar është pasojë kolateral i superzhvillimit. Edhe kështu që njerëzit janë duke diskutuar dhe nuk i kanë dalë në fund të muhabetit, nuk do i dalin më shumë asnjë. Unë them faktori kryesor. Si që prekemi ne si shoqëri. Me një popullsi kaq të vogël. Sepse ne jemi pjesë e kulturës së bardhë. E kulturës së bardhë, do më thonë është kulturës së racës së bardhë. Nuk do më thonë që kulturat e racëve tjera janë më inferiore, po ato thjesht, zhvillimi ka në një pikë që, për shembull, ku është raca e zezë, ata
tek tani kanë filluar Afrika që të fillojë të zhvillohet, ka parashikime që nëse vazhdohet me ritmet e zhvillimit në Afrikë në disa vende, edhe ata do vinë në këtë pozitë mas një shekullin në pasë. 1000 vjeçari. Por krizë ekzistenciale ka raca e barë sot, edhe kanë japonezët. Dhe edhe në Japoni, raporti mes të rive dhe pleqve është duke u rritur në favor të pleqve dhe është qetësim për qeverinë. Pra shumë shpejt do zhduket edhe koncepti familjes, po thua. Dhe vojnë nga e njëjta gjë, edhe në Japoni vojnë nga e njëjta gjë, duhet punosh 2 punë në qytet, nëse jeni një nga qytetet kryesore, duhet punosh 2 punë për të marrë një garsoniere me qira. Është vjen me inflacionin. Inflacioni nuk ka për ta bënë këtë studim kurse është e vërteta. Inflacioni shtyn mungesën e familjes, shtyn fëmijët që bëhen më vonë, shtyn perversitetin, prostitucionin e shoqërisë. Nuk e bën kush atë studim, se është e vërteta. Ky diskutim, domethënë, është duke bërë në krejt botën, që a është rritja e kostos jetës apo diçka tjetër. Unë mendoj që vështirësitë ekonomike. Unë mendoj që kësaj pune nuk do i del kush në fund. Kjo do të eksplodoj në një formë ose tjetër. Dhe zakonisht, gjatë historia e njerëzimit tregon që kur ndodhin këso farë turbulenca sociale, gjithmonë ka një kundërreaksion. Tash raca e barë do të zgjohet, ose do të zgjohet si reaksion i presionit që do e ndjej i piracave të tjera, do më thonë që vinë për shembull dhe tash Tiranë këtu i sheqi nuk janë do më thonë edhe me bë kryqëzatat, do ajo në formë brutale, ose mund të ndodhë në kuptimin e krijimit të lëvizjeve ekstreme religjioze të tjera, për shembull atë idenë që duhet t'i rikthehemi vlerave puritane, që po flet ky për shembull fjalë perversiteti, se këto janë vlera puritane. Këto janë vlera puritane. Edhe kjo mund të ndodhë. Dgjoj, mendon që shoqëria është bërë më perverse? Gjithmonë ka qenë perverse, thjesht ka dalë sipërfaqe. Me rritjen e mirëqenies apo si? Jo, në rritjen e transparencës sociale. Transparenca sociale, që do të thotë? Do të thonë sot përpara për shembull dikush ka ditë ti gjë, ke mundur ti ta kamuflosh një të vërtetë. Për shembull, ka lexuar Decameronin. Lexuar Decameronin, flet të sheh perversitetet e mesjetës në shoqëri që do ishin super modeli morale. Po nëse ka ekzistuar gjithmonë pse na shqetëson sot? Edhe ndërsa sot për shembull transparenca sociale është më e madhe, informacioni çarkullon më shpejt. Shoqëria është më e lirë, është më kollaj me ta fut propagandën në tru. Është më e lehtë me ta fut propagandën. Po në të kaluar ka ekzistuar propaganda fide, për shembull. Do të thotë histori me ekran më burrë. Materiale plus 18 falas nga do që kthem kokën, plus dhe në rrjetet sociale. Ajo ndikon. Po ndodhet edhe një gjë tjetër. Mos ndoshta ne kemi keq kuptuar lirinë, sepse të rinjt, të paktën te brezi im, sot e kanë shumë të vështirë gjeni një partner, edhe ky është fakt. Edhe po vonohet si proces. Ndërkohë kur flasim për ata që janë të martuar, tradhtia bashkëshortore është bërë standard, është bërë normale. A di ti për shembull pse kjo ndodh në vështirësitë e brezit tuaj në raport me brezin pak më të madh, i cili tash pavarësisht statusit social, pavarësisht statusit social ka animosi. Është për arsye se gjykohej më tej për tradhtia dikur, sot normalizohet. Jo, nuk ka të bëjë ato më. Ka të bëjë me faktin që ti kur ke përvoja në jetë, një brez pak më i madh ka më të lehtë. Disa ju keni problem në një çun sot, për shembull, unë shkoj në një lokal e shoh vajza shumë bukura, edhe për shembull çunat rrinë shikojnë telefonin. Po, nuk i flasin. Kjo është e vërtet. Çka të ka faj sistemi këtu? Kto e ka fajin telefonin? Çka të ka faj sistemi këtu? Kto e ka fajin? Çka të ka faj sistemi? Çka të ka faj ty? Çka të ka faj ty? Ato ide ka truri jot. Ja, ka truri, faj. Nuk e merr mundësimin, po kjo ka të bëjë me meshkuj që ndihen inferior ndaj femrave. Tash jam akti ka faj sistemi. Jo, tash do të më dhanë më teorinë mbi perverziteti. Shko foli, është shumë e thjeshtë. Unë se kam personale. Si, a jemi
Jo, Ka. nuk e shihet e mia jo. Nuk po e them Se bëj shaka. Shumë Nuk po e thjeshtë. them, nuk po e them personale, unë për vete kam gjetur, po flas për shoqërinë time. Personal me përse që i kompleksun. Unë fola diçka, se kam personale onaza. Who cares, nuk jem personal shpi. Nëse mba vete personal, shpiromar, s'ka ajo mund thonë po ti. Shpiromar nga ajo, po unë jam mirë. Who cares, problemi yt. Nuk ka lidhje. Domethënë shpiroj nga ajo. Nuk është Shpiroj nga ajo. Nuk është Domethënë unë jam problem. unë jam në rregull, domethënë unë jam come on. Nuk come on. Kjo nuk na shërben neve, është një program që njerëzit e ndjekin Një edhe sekond. Nuk po flas nga personaliteti im, pra ne ta thash, po flas për shoqërinë time sepse i njoh. Dikur më kanë thënë të lidhen durët, tash po më thonë pse nuk jam si ti. Se kanë kaluar 10 vite. Kanë kaluar 8 vite që atë. Një sekond. Nuk besoj. Problemi është a vjen fakti që ke këtë. A vjen fakti që ke këtë. Vjen fakti që ke këtë, se janë mësuar me i bë mesazhet në vend që me i fol një gocë ose me ndjek si dikur ose me shku me i fol babit asaj, tash i shkruajnë ÇKB me mesazhe. Edhe shkakton që nuk duhet me i shtrëngu fort, me shku me i fol asaj. Me mesazhe je të fol 5 veta. Janë 5 çuna. Që po ti them ÇKB apo çka ke bë. Po ndoshta sepse është bërë më e lehtë që komunitetin çuna. Djem duan vetëm t'ia shkakton më pas, shkakton konfidencë më tulet më vonë. Shpresoj që shikuesët tanë ti kemi dhënë pak energji të përplasjes mes brezave. Edhe menoj që spaku të kenë nxjerrë në një gjë. Po ti nuk je shembulli i brezit që përfaqëson, me thënë të drejtën Albatros. Se do vlenin më shumë mendimet e tua nëse do kishe një shembull të mirë për të dhënë. Po vetëm duke gjykuar këtë brezin e ri ju e shkatroni brezin e ri dhe nuk i jepni forcë, ju e demotivoni. Siç i keni zënë vendet e punës dhe nuk i jepni hapësira. Siç i kritikoni për sjelljet dhe zgjidhjet e tyre. Unë nuk jam të gjyku asgjë. Siç doni të përfitoni prej tyre, prej zyrtarësisë dhe forcës tyre. Unë ju them i gjë që jeta është e ashpër. Patjetër. Edhe brezi ynë është kalit në ashpërsinë e jetës. Po zot të cilën e të vuajnë njësoj si ju. Që ti duhet të futesh dhe të ballafaqohesh me problemet. A të bëj një pyetje. Të ballafaqohesh me problemet që i ka jeta, edhe t'ju bësh zgjidhje vetëm, pa prit që prindrit e tu të ta zgjidhin ty. Megjithëse dikur problemi i martesës u zgjidhte me shkuesi nga prindrit. A të bëj një pyetje, kush është më mirë, lodhja fizike apo lodhja mendore? Stresi mendor. Kush është më mirë? Lodhja fizike. Fizike më e mirë. Po dakor, këtu është fikse ajo që desha më thonë. Dikur kanë pas më tepër lodhje fizike, sot kanë stres mendor më tepër. Absolutisht unë nevojë. Probleme psikologjike. Domethënë ta kemi çfarë nevojë. Shoqëria është kthy komplet mbrapsht. Shoqëria është kthy komplet mbrapsht, por ne pas kemi më të vështirë. Unë nevojë për problemeve të stresit. Domethënë edhe tash ti unë jam shumë serioz kjo pjesë. Unë nuk jam serioze fare. Edhe ky stres është pasojë edhe e gjithë ashpërsisë që jeta më ka Ashtu janë të gjithë Petros. Të stresuar janë. Kështu që po, lodhja mendore çfarë mendon për feminizmin? Si ka ndikuar te familja, te martesa, te shoqëria përgjithësi? Unë për krah të gjitha idetë për ato fuqizimin e grupeve të caktuara sociale, por gjithmonë mendoj që nuk duhet të shkoj deri në pikën që grupet sociale ta trajtojnë veten si fenomene të veçuara brenda shoqërisë. Nuk ka feminizëm, sigurisht që s'ka maskilizëm, ka humanizëm. Do të thonë feminizmi është pjesë e humanizmit, asaj që nena bën, edhe maskilizmi është pjesë e humanizmit, sepse bashkimi i të dyja e prodhon njeriu. Domethënë, femra duhet të fuqizohet, sepse është nana dikujt, është motra dikujt, është gruaja dikujt, është gjitha të tjera. Por femra nuk njëjtë dhe mashkulli nuk duhet me pa veten si të veçantë prej shoqërisë ose si superior ndaj tjerë. Unë jam i thori barazis, por i barazis brenda roleve biologjike që i ka. Jo barazi, balancë. Balancë roleve biologjike, domethënë sepse Perëndia i ka kriju disa role në natyrë që ne duhet ta plotësojmë njëri tjetrin, jo ta konkurrojmë njëri tjetrin. Barabartë në rëndësi. Si realizohet kjo? Nuk e dhon njerëzve mundësi të barabartë. Po pra, dhe ti angazhon femra të punë të ndryshme që i bëjnë dhe meshkujt, dhe kundërta në asjaltas. Po jo çdo punë që e bëjnë meshkujt mund me bë femrat, dhe jo çdo punë që e bëjnë femrat mund me bë meshkujt. I jep të drejtën femrës që të zgjedhë ajo ku do ta krijojë familjen, ku do të martohet. Nëse një femër menon që mund të bëhet kryeministre, këtë në rregull, unë pajtohem me atë. Po nuk për shembull nuk pajtohem me idenë për shembull që një femër të bëhet themi minatore. Po. So është kundër rolit biologjik që ja ka dhënë Zoti. Një nga polemikat më të mëdha është pikërisht kjo. Shumë e bukur kjo. Siç nuk e kisha vuj mashkull edukator kopshti. Është shumë e çuditshme për mua të punoj mashkull edukator.
E se më të kam Pse? Shpjegoje pse? Çfarë Nuk është ja çuditshme? kam besën atë tipin. Kaq do të thon, nuk i kisha çof fëmijët e mi taj. Po Dhe rastet edukatorëve që i rrajnë fëmijët pastaj është e justifikueshme? Me Leonin të shkoj, vi herë tjetër me shumë kanansime energji të Po largohesh? Më të tepër. ballavaçohen, të vazhdojmë këtë kacafytje me zbrezat, Hajde. që ne Degja. kemi E herë bëjmë tjetër. tjetrin për Shika, kacafytje. kjo nuk ka të bëjë fare me kacafytjet, ne donim disa përgjigje të sinqerta nga ty, se tema është aktuale dhe në të njëjtën kohë shumë delikate, po unë jam e sigurt që mund të japësh një mesazh shumë të mirë për brezin e ri dhe ne e mbyllim këtu bashkë. Mesazhi im është që mos u frigoni nga sfidat e jetës. Në jetë fitojnë ata të cilët pavarësisht llogarive që i bëjnë, në momentin e caktuar rrezikojnë. Nuk do të frigoni nga sfida, sepse kështu njerëzit shpërthejnë në jetë. Kjo është ajo gjë që unë dua të shoh te brezi i ri. Normal në njëjtën kohë e kuptoj edhe gjë, se kur kam qenë unë 20 vjeçar, kam menduar që jam i gjykuar nga brezi i prindërve të mi. Dhe tek sot unë i kuptoj prindërit e mi. Ky është fati i jetës, ta kemi të qartë. Ajo që juve ju sfidon më tepër është që ora biologjike te ju është më e vonë. Përderisa për shembull, sepse sot kanë ndryshuar gjërat. Është e mirë, është e keq, nuk e di, por un kam shumë besim te energjia e këtij brezi, sepse shoh zjarr. Ti i zhyte komplet. Ja, shoh zjarr, por e fike dhe atë zjarr. Por jo për çdo zjarri ndërtohet diçka. Do të thonë ti duhet të jesh farkatar i mirë. Është një nga shpiket më të rëndësishme të njerëzimit zjarri. Duhet të jesh farkatar i mirë. Duhet më pas dhe oksigjen me u djeg rrotull. Edhe duhet të jesh farkatar i mirë dhe duhet që ju të bëheni farkatar të vetes. Faleminderit që ndeze pishtarin për ne sot. Je i lirë. Sa. Bashkë takohemi në episodin e radhës, në Mendoj një herë. Natën e mirë.